Shumë e vështirë, vëlla jeta në Gyrbet është vështirë, vetëm ai që e ka provu e di. Që më bo diçka e me arë në vendin tanë. Se nëse të na krejt e lëshojmë vendin edhe shkojmë jashtë, kush do me gëzu këtë dhej. Po, ndoshta unë që kjo e bukra e krejt e gyrbegjive që vina parët i lona qëto. Kumë kena punu për familjarët, për shembull, burri jem ka pas edhe 3 vëllazën, ju kanë ndihmu, se lufta na ka shkatru gjithve. Edhe tash duhet me ndihmu, edhe mëse jo dash me ndihmu, kena ndihmu. Edhe prap ndihmujna. Sa të herë ka nevojë, na jena të gatshëm me ndihmu. Unë jam në Gjermani. A, në Gjermani ju ke? Që sa vite në Gjermani jeni? Që 28 vite. 28 vite në Gjermani. A e mërzit që të 28 vite? Po, vëlla bo. Çka e mërzit? Për kanë e mërzit? Po, malli, ma shumë malli, thojnë të grynë edhe është e vërtet. Qësh është jeta një kurbeqari, të regona 28 vite, qësh kanë qenë? Fillimi është shumë i vështirë, se nuk mundesh mu adaptu kur të shkon në një vend tjetër, është shumë vështirë. Edhe gradualisht nisë më mësu, po prapë se prapë gjithmonë mendjen edhe zemrën e kitë vendlinja. Edhe çdo herë menon vetëm qysh me shku, qysh me arë në Kosovë, qysh mi pa të familjes. Gjithmonë është kjo. Sa e patet vështirë me jetën e, domethënë, e jashtë që ti më adaptu? Sa patet vështirë në fillim? Shumë vështirë se veni huj, njerëzit e huj, puna, po edhe puna, nuk është gjithçka puna. Nuk është gjithçka parja. Shumë vështirë. Ato çdo herë shkojnë, ka një herë shkojnë mirë, ka një herë nuk shkojnë mirë. Po edhe rast të vdekje kur të ka janë tepër të mërzitshme. A ke humbur dika në jetë? Po printi kam të vdekur, kështu një kunatën e kam të humbur, edhe kur merrsha vesh për ta shumë e vështirë. U do ke udhëtimi, u do ke përgatitja. Shumë e vështirë, vëlla jeta në Gyrbet është vështirë, vetëm ai që e ka provu e di. Tregoj disa vëllezër shumica nuk thonë krejt e kanë mirë, mendojnë që është jeta mirë këtu. Qëre, nuk është krejt mirë. Krejt mirë nuk është. Po provojnë, po vinë shumë, tash po vinë edhe shumë të ri. Mendimi jem është që sa ma shumë të punohet, punojnë funksionarë, të punon qeveria, që më bo diçka e me arë në vendin tanë. Se nëse të na krejt e lëshojmë vendin edhe shkojmë jashtë, kush do me gëzu këtë dhej, kush do me punu për këtë tokë. Kjo është mendimi jem. Çka me bo na pa juve? Ju infuzioni jonë, pa juve na s'kem jetë. Po mos ishit ju, edhe na ndoshta të armën se kishim pas të mirë. Po ndoshta unë që kjo e bukra e krejt e gyrbegjive që vina parët i lona qëto. Se na mendojmë qëto, po prapë edhe ata krejt mendojnë, për shembull, unë jam në Gjermani, mendojnë ata që krejt që të pare na që i morë milion në Gjermani, edhe që ashtu për na i bojnë, me tatime, me gjitha që na ato pare milion në Gjermani. Mirë, po, na prapë ato pare që ka i fitojnë, po dojna këtu me shurëzim. Allah i qoftë. Edhe jemi për Kosovën, inshallah Kosova vish lullëzën për çdo ditë. Me juve pa dyshim që po lullëzon, edhe ka me lullëzu. A i keni ndihmu njerëzve që kanë pas nevojë? Po, shumë i kena ndihmu. Edhe i ndihmujna. Sidomos kemi ndihmu familjarëve, kemi ndihmu njerëzve për shembull që i kanë pas nevojë për smundje. Kush o lajmëruna i kush, kemi ndihmu para lufte, kemi ndihmu gjatë luftës, sidomos gjatë luftës për gjithçka, për qeveri, për UÇK, për UÇK-n e Presheve, Bujanovce, këtu gjithmonë kemi dhonë, edhe jemi gjithmonë të gatshëm me dhonë. Edhe tash, kena punu për familjarët, për shembull, burri jem ka pas edhe 3 vëllazën, ju kanë ndihmu, se lufta na ka shkatru gjithve, edhe tash duhet me ndihmu, edhe mëse jo dash me ndihmu, kena ndihmu, edhe prapë ndihmujna. Sa të herë ka nevojë, na jena të gatshëm me ndihmu. Sa ja din falenderues, sa janë për ato ndihma që e keni ofruar? Janë falenderues. Familja jeme nuk ka pas aq, se kanë punu gjithë krejt.
familja burrit ka pas, po janë falenderos, shumë falemderit për tyne që s'na I hupin, janë falenderos. Cila është brenga e një gurbeqari? Brenga një gurbeqari është kur na shohmi shumë pa drejtësi në Kosovë. Çfarë pa drejtësi? Po ja për shembull që tashti për momentin formimi I qeverisë shumë po shtyhet. Edhe na I shohmi ato e na munohemi me bo për Kosovën, e shkon ky zhagim me bohen këto sene, këto gjonat pahishme, për neve është shumë e rënë. Se na kem qevis me pa mirë Kosovën, me përparu, me sukur shtetet tjera. Ja shifni Gjermania, tash I ka pas zgjedhjet, edhe ka bo shumë shpejt qeverin që ato se pelu puna që asisoj. Ata janë të lidhur shumë si popull. Po janë të lidhën si popull, po edhe na bre, nuk ka vish me na lidh shkavi kur na ngacmojnë të hujtë, na mu lidh nër vetin, na do të më konë gjithmonë të lidhën. Na u presim për tjerëve, a vetë nuk jem të lidhur si popull. Po, na kemi urrejtje shumë ndaj njëri tjetrit. Ju ndaj tjerëve, po ndaj njëri. Si popull, unë mendoj, mendimi jem, nuk e di nashta kanë më gjyku tjerët. Është e vërtetë se Po, kështu unë e mendoj. Nuk di pse këto na me bo. Na duhet më konë të lidhen, duhet me përparu, duhet më zhvillu që për trit, me unë konë një ardhme ma mirë, më konë krejt punësun që tu edhe me gëzu, se nuk ka ma mirë se Kosova. Kur shkojsh, Kosovë nuk ka. Pse që po rretja e fillu shumë. Nuk pe di, nuk Se pe s'ka di. qef dikush mirë me pa dikon me që ka hecë. Ajo nuk pe di as vetë, s'di shka me, nuk po di shka Që me ato që dhe më thonë nuk është me diçka si ka shku. Këto me një diçka që I ka dështu. Nuk e di. Lufta shumë na ka bashku. Shumë na ka bashku, shumë jemi konë të afërm, që tash mas lufte janë bo pak, po na duhet. Duhen ata kryesorët me punu shumë, e mos më nalë, ta na dhe popull kur ta she, që po punojnë ata edhe populli s'ka qare pa punu. Se na jemi qatyne, ata janë tëndë. Edhe s'kem ka me shku. Na duhet më konë të afërm. Se populli ja jep votën për me punu. Do në fund, një mesazh gjithë për ata njerëz që I kemi në Kosovë, po dhe në diasporë, një mesazh që është të shqyrë, një si grua. I përshëndes këtu prej Soharekes më të bukur, prej Kosovës më të bukur në botë, të gjithë gërbiqartë, kudo që janë, pa morë parasysh ku, po I përshëndes edhe të gjithë kosovarët, punoni, fitoni, jetoni, ndërtoni jetën në Kosovë. Kjo është mesazhi jam. Drejt Zoti. Faleminderit. Inshallah sa më shpejt e shijon edhe ti atë pleqërinë në Kosovë këtu. Inshallah. Shumë faleminderit aty juve. Faleminderit shumë. Ditën e Respekt. mirë. Faleminderit.